Të mirëmbajturit e gojës është esenciale për një organizëm të shëndetshëm. Që të kemi dhëmë të bardhë të shëndosh, duhet të krijojmë një praktikë të rregullt të higjienës orale. Kujdesi ndaj tyre është një nga gjërat më të rëndësishme, e sidomos tek fëmijët. Ata duhet të bëjnë kontrolle të shpeshta tek stomatologu menjëherë pas daljes së dhëmbëve të parë. Sa vjeçar është jena? 3. Unë e bona një vizitë stomatologjike, nuk pas një dhëmë të prishur. Pastrimi dhëmbëve, edukata, duhet me vazhdu sigur deri me tani me pastru dhëmbët në mëngjes, patjetër edhe gjatë kohës kur kthehet prej kopshit. Gjithashtu edhe me ushqimet duhet me pas kujdes, besoj vetëm me dini. E raporti i fëmijës me dentistin varet edhe nga vetë prindrit. Gjatë komunikimit me fëmijët e tyre, gjatë planifikimit për vizitat te stomatologut e dentisti, asnjëherë mos t'i përmendin fjalën dhimbje, nxirrje dhëmbëve, injeksione. Edhe pa gjitha ato bën. Po i përmend në momentin që të komunikojnë me dentistin, atëherë gjitha eliminohen ato frika e mundshme, stresi që mundet me pas ai fëmijë. Vetëm duhet me pas kujdes prej anës të prindve më shumë. Shprehja e pastrimit është ajo që luan një rol mjaft të madh për shëndetin e secilit fëmijë. Pastrimi i dhëmbëve zakonisht bëhet në mëngjes edhe mbrëmje patjetër. Po nëse janë fëmijë të vegjël që shkojnë paradite në mësim, patjetër se të kthehen prej mësimit, prej shkollës duhet mi pastru prapë, edhe mbrëmje para gjumit prapë. Ndërsa ata që shkojnë pas ditës duhet 2 herë në mëngjes, para se me shku në shkollë, po edhe mbrëmje gjithsesi. Ushqimi është shkaktari kryesor për prishjen e dhëmbëve, kështu që duhet të kemi shumë kujdes çka konsumojmë. Duhet me pas kujdes po ashtu edhe për ushqimet të cilat i përdorim. Jo vetëm prishja e dhëmbëve, po edhe në përgjithësi shëndeti po rrezikohet prej ushqimeve të paketuara, ushqimeve të sheqerosura, të kriposura. Kështu që duhet me pas kujdes që gjatë përdorimit të ushqimeve me përdor sa më shumë ujë, qumsht, produkte të qumshtit, djath, kos jogurt, çaj kamomil, buk, pemë edhe perime të freskëta. Ndërsa te ushqimet e dëmshme duhet me pas kujdes që mos me përdor shumë shpesh çokolada, ëmbëlsira, bombone, çipsa, kikirika, fara me krem dhe biber, e po ashtu edhe pijet gazuara. Një bashkëpunim i mirë me fëmijët bën që ata të mos kenë frikë nga dentisti. E doktor Gjeladini këtë praktikon në mënyra të ndryshme dhe shumë efikase për të vegjëlit, duke ju dhuruar atyre gjithmonë një dhuratë pas çdo kontrolle. E kjo është shumë e mirëpritur nga fëmijët.